Jo më i qetë jam, personi më i qetë. Sulem unë o plak, këshu jam. Jam i egrë, jam i ftohtë, ky jam unë. Kush më pranoj. Nuk mund ta kaloj veten time për një femër që jo mund ta dua, mund të jetë çdo gjë. Nuk e kaloj më në botë. Sa të kemi këtë jetë, nuk e kaloj. S'ka shansa, sepse dije vaj, e kam kërkuar me dhunë atë gjë, me dal aty. Po. Bravo. Okej. Dhe ç'a mora në shkëmbim? Po. Bravo. Po pse e mora ashtu në shkëmbim? E ke mendu? S'më intereson më. Ja. Jo, nuk më intereson. Ja. Çfarë, s'ka siguri? Po. Edhe? Nuk të mbush mendja me ato të djeshme. Ja. Ik. Jo. Oh. Ej. Vllai nuk kam lënë gruan me kalamoj do. Jo, Jo, 3 muaj mos më tregojnë këta mu moral. Jo pra, jo, nuk bën, jo. Po ta them vetë vërtet ore, nuk është se kam nga nerva, do kshu jam dhe jashtë, valla. Një herë, 2 herë, 3 herë bën gabime dhe duke ja thënë dhe atë darkë. Mos me krisni sepse duket sikur e bën engas për mua. Sepse është i vetmi rob që dhe unë jam zënë këtu brenda, çdo gjë po ta bën gastilet, bën gjest në mbas kurrizit. Dhe ti doja kesh thënë 100%. Po s'bëhet fjalë vëllai, mund mos i kesh fol për mua, po atë që të paktën ja ke thënë. Mund t'i kesh po skema, ç'a dush pa atë të paktën e di që ja ke thënë 100%. Ç'a s'ke bravo. O vlla, po të them ç'a do lloj gjë të kesh bër. Atë e di që ja ke thënë, këtë lloj gjëje e di. Më dëgjoj deri në fund. Atë